Unë jam Farmargjoni, jam mirëditor, por i banoj këtu në Lezhë. Jam një në përsekutumit e djeshëm edhe të sotëm, ma mirë me thamë. Të ashti, zoti kryetar, ne si Lezhë, njerë të rojmë mirë së ardhjen, plus asaj gëzuar vitin e ri si kryetar partije, si kryeministër nesër. Të ashti, demokratët në kohën e demokracisë kanë qenë në burgen internim, kur u fut demokracia, po mi që thate, ne prap jemi shoqatë se kemi parti me 2 anëtarë edhe quhet parti, kurse ne jemi shoqatë me shumë me mira përsekutuar në Shqipëri. Rënej, unë me thënë drejtën jam një në ata, po daja im ka qenë edhe si punë themelu si partisë, jam një Pizefnocit, mirë ditë. Kështu që, zoti kryetar, ne kemi fitu si Lezhë në Shqipëri. Falë deputetve, falë Gjingjonit, grënë Gjekmarket, edhe kretë e më të edhe. Ne jemi të fituar në Shqipëri, kemi edhe bashkinë e Mirditës e kemi të fitume. Ndej, ne me thënë drejtën jemi pak të nënvlefsu se jemi pak kryetar partije legjitim, por ne duhem kryetarën e partisë, e kemi kryetaren, në fakt do një kanë ndërnë, po do të votojmë që ta kemi kryetaret përhershme. Tashi, për mos me u zjatë shumë, me thënë drejtën, nesër me na pas pak parasysh ne si Lezhë, edhe si Qark, sepse jemi shumë të përmbytun, kemi shumë halle, nuk kemi shkolla, shkollat janë, por nuk kemi nxënës marana, nuk kemi të ri, më i riu në shtëpi teme jam unë. Ale, ju falënderoj, kam kërku disa herë mi u taku në zyrë, po nuk ma dhanë mundësia, shef kam pas mi u taku zoti kryetar. Ju përshnes. Faleminderit. Ja, një ndërhyrje zotit Berisha. Për ndërhyrjen, faleminderit shumë për mbështetjen. Ju garantoj se Spari, Mirdita dhe gjithë veriu, e kam thënë dhe e them këtu, është në një shkallë diskriminimit atill sa nuk ka regjim. Edhe Enver Hoxha që e konsideron të zonë armike, kush e lexon në atë kohë, por diskriminimin që i ka bërë Edi Rama veriut, nuk ja ka bërë kur një kryeministër në histori. Dhe pa asnjë diskutim që shpërndarja e të ardhurave e buxhetit do të jetë më e drejta që mund të bëhet. Veriu kontribon me pasuritë e veta në buxhet të paktën 10 herë më shumë se sa çmerr. Është një shfrytëzim i egër. Për sa i përket përmbytjeve, tani nuk ka dyshim që shirat e mëdha edhe krijojnë. Por në mënyrë absolute, e gjithë infrastruktura që ndërtohet pikërisht për të përballuar shirat e mëdha dhe përmbytjen, ka qenë në tërësi jashtë funksioni. Sepse çdo qindar që caktohet për mbajtjen e saj shkon në xhep dhe jo në punë. Ndaj dhe ky, pas kaloi një javë të përmbytur dhe mblodhja të quhet Komiteti i Emergjencës
dhe nuk e shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore apo emergjencës natyrore, se po ta shpall duhet të kompensoj 1-1 damet e krijuara. Po ta shpall. Ndaj dhe nuk e shpalli. Pra, servir mashtrime edhe në këtë fatkeqësi natyrore do ta kaloj me mashtrime. Për sa i përket, nuk mund të ketë ndyshje, ju vetë do zgjidhni kryetarin me votën tuaj siç jemi të përcaktuar në mënyrë përfundimtare. Vendimarrja është e anëtarëve të Partisë Demokratike, është e juaja. Faleminderit. Po, zotëria këtu? Vetëm prezantoni. Doktor, përmbas Kash Patel jeni më informuari në Shqipëri. Desha të pyes, si e ka emrin klinika e Burgut të Fierit, ajo që mbjell flokët? Dhe pastaj personazhet që dalin kanë sukses paralel politik me të njëjtën sigël të partisë. Edhe dyta, kush është ai hajvani që akuzon Shqipërinë si vendin më korruptuar në botë? Ai hajvani amerikan e ka pllafin. Faleminderit. Tani, 2 fjalë do t'u them. Kjo parti ka qenë dhe do mbetet parti e mendimit lirë, e mendimit hapur, por u t'jap t'ju fjalë në nderit. Ju kur nuk do mund ta marr kush këtë për interesa personale e vetjake. Ata që e bën këtë, ata ushuan emri tyre, nuk është më. Partia Demokratike është partia e idealeve, aspiratave dhe e moralit të ndershëm të qytetarëve shqiptarë. Por kjo parti nuk është kur parti as e lejeve të ndërtimit, as e pallateve pa leje, as e fshehjeve të krimeve. Gabon ai që mendon. Ai që kujton se mundet të bëj, mund të ta themi të lulëzoj në këtë mënyrë, ai gabon. Jo, nuk luftojmë ne, për ne jemi parti ligji, parti kushtetute, parti normash, për asnjë nga këto. Jo. Dhe një gjë jemi këtu. Ne jemi dhe një analizë, edhe një debat, dhe ta bëjmë të hapur, sepse asnjëherë s'duhet na pengojnë rrethanat, të shohim realitetin me sy, të kritikojmë, të propozojmë, sugjerojmë. Kjo nuk mund të ndodhë në këtë parti. Ishte një periudhë, ja u them unë ju këtu se kam fare të fshehur, ishte një periudhë kur ne po punonim për të mbrojtur votën. Cila ishte kjo? Edi Rama po bënte çdo gjë të ndryshonte raportin. Po përdorte të gjitha mjetet, të gjitha lobimet, të gjitha fuqinë monetare. Ne po bënim gjithçka të mbronim votën tuaj. Me fakte, me dokumenta, pa asnjë lloj, asnjë mjet tjetër. Dhe ne nuk mund të jepim atij asnjë armë, asnjë lehtësim, asnjë ndihmë kundra nesh. Me këto. Tani debatet i kemi të hapura. Po një gjë, në qoftë se ti vrapon për interesa private edhe flet në emër, ti do përfundosh një lloj si ata të tjerë, edhe pa asnjë emër. Nuk të ka borxh kërkujt kjo. As Sali Berisha, Partia Demokratike nuk ka asnjë borxh. Ne kemi borxhe njëri tjetrit, ne kemi detyrime ndaj njëri tjetrit. Ne qëndrojmë në norma morale që besojmë dhe që i kemi. Tani, jemi mua këtu po, shumë mirë, diskutojmë, bëjmë. Shkputësh e ecën me vrap, po shkor ku dush, nuk është e ajfa.
Po kjo kështu është apo po si mundet apo? Jo, po më mendoj po. Pra, thash, as një lloj efekti, as një lloj fare, zero. Tek ajo zonja aty,